Për të folur mbi ecurinë e protestës, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zoti Zaqe Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Unë ju falenderoj juve për ftesën, se vazhdimisht bëni të gjallë dhe më llogarisni në agjendën e përparësive të emisioneve tuaja. Avokat, si po shkon protesta? Pyetja është shumë e rëndë për të përgjigjur, ose më mirë me thënë përgjigja është shumë e rëndë. Sepse atje shoh që janë vërsulur të gjithë antarët e ish mjaftit të vitit 2002-2003, midis të cilëve Ilir Xhemalaj, që Adriati Klapa je bëri dhe kandidat për deputet, Andi Tepelena, Arben Kolaj, dhe kohët e fundit një kosovar që ka mbirë këtu në Tiranë, që nuk i shërben shoqës kombëtare fare, nuk e di ku t'i shërben, një Albatros Rexhaj, i cili tha u kurua protesta, u mjekua. Që do të thotë, sipas tyre, protesta pas ka qenë infektuar nga njerëz që nuk ishin në programin e tyre, dhe u kurua. Dhe cili që kurimi? Kurimi ishte që, kur bajta unë për të folur në protest, mua, Andi Mahilaj, ky Ilir Xhemalaj, veçanërisht ky i fundit, më thanë, nuk do marrësh pjesë në protest, nuk do flasësh ti sepse ke folur, e nuk lejohet të flasësh 2 ditë rresht, ose radhën e parë më thanë, dëgjoj ti je person publik dhe nuk duhet të flasësh në protest. Cili që shkaku ku flinte lepuri dhe ku fla. Shkaku ishte deklarimi im që Zvërnecin, Topalltinë e Vlorës dhe pjesë të mëdha të territoreve të Myzeqes i kanë marrë Izraeli, i kanë marrë qifutët, dhe po bëhet gati të zbatohet plani qifut i vitit 1923-35. Në 35-ën, në vitin 1935, nga konsullata jonë në Austri, kone mbretit Zog, vjen një letër në të cilën thuhet në asnjë mënyrë të mos lejohet asnjë emigrant ose imigrant hebre në tokën shqiptare, për arsye sepse ata duan të bëjnë në Shqipëri atë që bën, duan të ndërtojnë një koloni hebraike në Shqipëri dhe më mbrapa pastaj ta marrin të zaptojnë gjithë territorin, sepse ata kanë mundësi të jashtëzakonshme fuqi blerëse dhe do kushtohet e gjithë Shqipëria prej tyre. Praktikisht kjo po bëhet. Ata kanë marrë Zvërdecin, i kanë marrë të tëra. I kam deklaruar dhe pak ditë më përpara dhe ndoshta mendoj që duhet t'i përsëris këtu t'i dëgjoni dhe ju, t'i dëgjoni këta dëgjuesit tuaj, shikuesit tuaj, do më falësh 2 minuta, sa t'i gjej personin që më dërgoi informacionin. Që t'u japim shqiptarëve prova, jo të flasim dal me të mbajnë fjalime, se fjalime të tërë din të mbajnë. Më thot qytetari nga Vlora, të cilin unë e falenderoj me gjithë shpirt. Dhe jam mirënjohës unë, po duhet të jeni mirënjohës të tërë ata që quajnë vete shqiptarë. Më thot të njëjtë jetasie, të lumtë që po zgjon të gjumosurit, edhe që flet ballë hapur dhe vetëm realitetin, po e lexoj në ligjërat të drejtë siç e ka shkruar. Tani thot radhën e kap Gjallia, nuk e di ku bie kjo, Panajaja e di ku bie, Panajaja, Narta, Hoshtima, Bestrova, që janë planifikuar si zona zhvillimore për marrjen e pronave, prishjen e banesave aktuale, qofshin edhe të reja. Do të ngrihen vila 3-4 katëse, prandaj edhe këto vitet e fundit u zhvën zjarre ullishave masivisht. Nuk janë të rastësishme me zjarret, zotëri. Zjarret janë vënë vazhdimisht me urdhër të qifutëve. Këtë e kam denoncuar sot mbi 15-20 vjet. Në Panaja po shiten dynim të tëra me vresha dhe ullime çmime skandaloze tepër të ulta. Projekti Vlora 2. Këtu jemi dhe do ta shikosh, por nuk ndodhi.
Madje thonë do të merret edhe Kriporja. Pra, këta që dalën atje dhe më thonë mua mos e zën gojë Izraelin, se kështu më thanë, mos fol për Izraelin, dhe si kundre shikoni mbas me nuk ka folur asnjëri për krimi që po bëhet. Avokat, në fakt aty në protestë më shumë se sa për Izraelin, shqiptarët kanë dalë për hallet e tyre, kanë dalë për pagat e ulta, kanë dalë për çmimet e ushqimeve. Pra, ideja është që revolta është ndaj Ramës për gjendjen në të cilën ndodhet Shqipëria sipas protestuesve. A duhet që të fokusohet këtu protesta? Rama, a këto prona që kanë marrë këta në Vlorë, kush ua ka dhënë? Thjesht fare, kush ua ka dhënë? Po ne s'kemi asnjë të dhënë që ka ndodhur ajo, avokat. S'kemi asnjë të dhënë? Shkoni merrini dhënat në realitet. I pat dhënat me telin me gjëma, çfarë doni më? Se s'kuptoj fare me këto arsyetimet tuaja të medias. Avokat, nëse do ishin amerikanët që do e kishin bler tokën, do ishit dakord ju? Absolutisht jo. Po ideja është më shumë se sa janë izraelitët, duhet shqetësuar që po shitet toka. Kjo ka rëndësi. Ndalo këtu. Në emision tek ti kam folur dhe kam thënë Ivanka Trumpit, se ka ajo. Edhe ati Kushner largohuni nga Sazani, u kam thënë se do ta mbrojmë me gjak. Kam thënë tek kamera juaj. Zotëri, ligjin për shitjen e tokës e kanë abroguar dhe e kanë zëvendësuar me tradhtin që i bën kjo qeveri kuishlinge popullit dhe kombit shqiptar. Tokë nuk shitet as dikundi, zotëri. Asnjë vend i botës nuk shet tokë. Asnjë, përjashtoj Edi Ramës që shet tokën e Shqipërisë, sikur ja ka lënë o Kristaqi o Neta, ose Spirokoleka. Kush ja ka lënë? Ku e gjeti këtë drejt? Por nuk është, tani unë nuk e kam me Edi Ramën. Dhe ata bëjnë gabim që i drejtojnë Edi Ramës. Që të gjithë protestuesit, ta dëgjojnë kushdo që më dëgjon. Ne duhet të rrëzojmë 140 tradhtarët, banditët, hajdutët, rrugacët, kurvat dhe kurvarët që kanë abroguar ligjin për mos shitjen e tokës dhe kanë lejuar të shitet truall. Asnjë vend i botës nuk e bën këtë. Edi Rama pa ata të 80 zotëri nuk bën dot asnjë gjë, as nga shtëpia nuk del dot. Pra, jemi tek shitja e tokës, tek vendimi i qeverisë, i parlamentit, ai qeverisë duhet i kujt është. Po pak rëndësi ka, unë i quaj fajtor dhe përgjegjës të 140 vetat që lejojnë të shitet dhe të blihet qoftë edhe 1 centimetër tokë shqiptare. Dhe vendosja e telave me gjëmba në Zvërnes, zotëri, nuk u bë nga unë edhe nga ti, dhe nuk tha kur kush se kush ishte pronari dhe autori. Pse nuk thot ky kuishlingu, ky rrugaçi që qeveri Shqipërinë. Avokat pikërisht, më shumë se sa ne të fokusohemi, po themi protestuesit fokusohen tek pjesa që është Izraeli, është Amerika, është, më thash, duhet parë më shumë mënyra se si vendos. Jo. Hiqe intervistën atë. Mos oriento ti mua se ku të fokusohem. Unë po të them që në këndvështrimin tim, Mbaj, këndvështrimin është ndryshe nga yti. Po pra. Po shitet pronë. Avokat, po shitet pronë. Kjo është e gjitha, këtë po them pra, jo kush e blen, nuk ka rëndësi shumë kush e blen. Jo, ka shumë rëndësi kush e blen. Po nëse e blen Irani, avokat. Cili Iran? E blen, vjen një Katari, Irani, Gjermania, nëse do ishin gjermanët investitorët, nëse do ishin francezët, do e kishin pranuar ne? Asnjë. Pikërisht pra. Prandaj po them, nuk ka rëndësi kush e blen, ka rëndësi kush shitet toka. Jo, në rastin konkret ka shumë rëndësi kush e blen. Bile kjo është më e rëndësishme, kush e blen, dhe pse? Sepse kështu hyn ata në 48 në Palestinë, morën një Avokat, nuk besoj se është e njëjta gjë, mos bëjmë krahasimin mes Palestinës dhe Gazës. Që beson ti është për ty. Po pra, po duhet kesh fakte, avokat, momentin që ne artikulojmë dhe flasim, duhet kem fakte. Ne e shoh që dhe ti nuk do të diskutojmë. Po jo nuk do të diskutojmë. Shikon, të lutem. Avokat, unë nuk do të diskutoj, po unë po të them që ti thua atje do bëhet Gazë, do bëhet Palestinë. Më ke marrë të dëgjosh mendimin tim apo më ke marrë të shfaqësh për të qëndrimin tënd? Unë kam marrë
të dëgjoj mendimin tënd, por kjo nuk do të thotë se unë vetëm do të dëgjoj ty çfarë flet në intervistë, kupton? Duhet edhe të bashkëbisedojmë, se për ndryshe e bëjmë, i të them avokat, më çoj një video si mendon ti dhe fuz videon tate. Marrove atë arqivim E bëjmë bashkëbisedim. Nuk e bëjmë ti flet, unë flet. Ti me heqë drejtën mua që të përmend Izraelin. Unë s'po ta ishte drejtën, ti po e përmend. Po, ta përmend çfarë? E ta denoncoj që është ai që e bën tokë, se do që të përfiloj. Po pra, si që bëri në Palestinë para 90 vjetësh sa u bë. iku kjo, efektë. Këtu do ngelemi ne, këtu do ngelemi. Avokat, qytetarët në shesh që janë me qindra mira, janë vetëm për këtë, apo kanë dalë dhe për hallet e veta? Pa diskutim që kanë dalë për hallet e Po veta. këtë pra hajde që ndrojmë te këto. Avokat, e kemi thënë me qindra herë. Këtë që e the ti, Izraeli e kemi thënë qindra herë. Problemi është që të fokusohemi tak dhe te hallet e shqiptarëve. Se që mund blien tokë nga Izraeli, tjetër muhabet, blihet, mund blihet nga gjermanët, mund blihet nga italianët. Jo, zotri, jo, asnjë. Do ta lësh ta shpreh mendimin deri në fund se më ke ndërprer 20 herë. Zotri, tokë nuk ka të drejtë dhe nuk duhet të blej as kush. As alienët po të vinë, as ata jo. Jo më të blejnë që më duat të italian, gjerman, francez, e amerikanë nuk e di unë. Po pra këtë po them. Asnjë s'ka drejtë blej tokë. Jam shumë dakord. Ndërsa në rastin konkret i shqitur truall Izraelit, vati muri telit me gjëmba. Avokat, a të flasim për protestën? Iku kjo, kanë tentuar të shiten Izraelit toka. Ku filloi protesta? Po pra, po, a duhet që ndrojmë aty avokat, apo duhet të flasim edhe për gjëra tjera, se s'mund themi, avokat. Nuk është dënuar e veprim, zotëri. Ka dhënë llogari dirama pra të që bëri, po tha janë sa privat, është një ky dhe tallet e s'mund të flasim në çdo intervistë për të njëjtën gjë, kupton? I bie që ne çdo intervistë që të bëjmë të rrim tek toka e merr Izraeli se merr Izraeli, kupton? Unë po them që hajde kalojmë përtej çështjes se kush e merr tokën, çështja është e para, si bëhen investimet, si shitet toka, që nuk pyeten shqiptarët, çfarë impakti kanë investimet në Shqipëri, pse kanë dalë qindra mira qytetarë, se ti je i bindur ti që shumica e qytetarëve që sot janë në shesh nuk janë që atë tokë po e merr Izraeli, shumica kanë dalë se s'kan spitale, se shërbime arsimor, po themi se arsimi është në gjendjen shumë të dobët, kanë dalë për papunësinë, kanë dalë për çmimet e ushqimeve. I kam thënë dhe stërthënë, i kam dënuar dhe stërdënuar në 10 intervista që kam bërë qoftë tek ti, qoftë te kolegët e tu. Tani problem akut. Dhe hajde të ndërtojmë një prognozë. Pra, shohim, ta analizojmë situatën dhe themi çfarë do ndodh më tutje, kupton? Më tutje do ndodh që do vinë 2,5 milionë qifut këtu, mbajini mend. Shënojeni. Dakord, më avokat, dakord, po do vinë 2,5 milionë qifut, s'është asgjë në krahasim me çfarë po ju ndodh shqiptarëve në raport me papunësinë, në raport me çmimin e apartamenteve, në raport që s'kan shëndetësi, në raport që s'kan arsim. Unë mendoj. Këndvishtrimi im më shumë është kjo, që shqiptarët sot, paktën aq sa kam kuptuar protestën unë. Jam dakord që nuk jemi dakord në konceptet lidhur me çështjen kush është më e rëndësishme dhe kush është më pak e rëndësishme. Për mua e të rëndësishmeve, thelbësorja e thelbësoreve është shitja e truallit tek izraelitët, të cilët ta blejnë Shqipërinë tënde një 30 herë se kanë miliarda triliona dollare në Avokat, pyetja tjetër është, Shqipëria Edi Rama vendos që të mos fus asnjë qifut, asnjë izraelit në Shqipëri. Asnjë. Thot, unë nuk shes asnjë. Dhe vazhdon që të mos ketë spitalin në Shqipëri, të mos ketë arsim në Shqipëri, të mos ketë rrugë, të dalim në rrugë. Të mos po këtë po them. Avokat, këtë po them. Ideja është, kjo lëvizje ku na çon, pra, ku do na çojë kjo lëvizje? Do mund krijohet një parti e re? Me që më çojë për lëvizjen. Lëvizjen e kanë privatizuar njerëzit e Sorosit, duke filluar nga Andi Tepelena,
Ilir Mahilaj, Arben Kolaj, Ilir Gjemalaj, Arben Kolaj, Albatros Regjaj, edhe tjerë, dhe ka mbaruar Shqipëria. Shkoj atje ku ishte përcaktuar nga Edi Rama, tek mjafti dhe tek njerëzit e Sorosit të drejtuar nga ky Adriatik Lapa që tha do dalë tek pull, tha do protestoj. Aty ka vajtur Shqipëria, zotëri. Nuk pyet më njeri për hallet e problemet e qytetarëve. Asnjë nuk flet. Ke dëgjuar në një nga këta ta shqyqojtërit opozitar, po del Sali Berisha pa pikë turpi dhe thot, edhe unë thot kam qenë dakord thot që të ngrishin resorte. Pse resorte do ta ngrën por merqenien e Shqipërisë, zotëri? Pse nuk thot njeri ku shkon nafta? Pse nuk thot njeri sa shitet nafta? Ku shkon kromi, ku shkon bakri, ku shkojnë pasurit tona kombëtare? Pse jemi kaq të varfër? Pse viden djersa e shqiptarëve? Pse goditet blegtoria? Pse mi importohet mish nga Brazili, mish i kalbur? Pse nuk prodhohet... Pikërisht pra avokat, këto janë hallet e shqiptarëve të përditshme për të cilat qindra mijëra shqiptar dalin çdo ditë në orën 6. S'kan përgjigje. Kanë përgjigje nga qeveria deri tani? Po, çfarë do ndodh? Çfarë pritet të ndodh? Do shuhet protesta. Parlamenti 140 deputetët që janë Avokat, kjo është dëshira jonë. Të qërohet parlamenti është dëshira e shqiptarëve, le të themi. Po them, bëjmë një prognozë, bëjmë një analizë. Analiza është çfarë hapash mund të marrë Edi Rama, çfarë lëvizje duhet të ketë protesta në mënyrë që të ketë sukses. Protesta lëvizje protestës është përmbysje. Të qëndrojnë në bulevard derisa ai t'jap dorëheqjen, si jep dorëheqjen atëherë ai kërkon të derë gjatë. Dhe ajo do bëhet. Pra mund të shkoj deri në përplasje të dhunshme, mendoni ju? Po ai thikën ç'do bëjmë, do ta mbajmë atje. Dakor, jep zgjidhje. Sa nuk ikën. Ata nuk ikin. Ata që han drejt e shqiptarëve me nga $5 milion rrog në muaj dhe nga 5 të tjera benefite u vën $10 milion në muaj, $10.000 në muaj, ndërsa mua më kanë me 130.000 lekë pension. Edhe mira si unë. Atëherë ç'do bëjmë, se ai sikën. Më thoni. Pra mbetet rruga e dhunës. I thomi si njerëz, i kemi dalë atje, po t'jenë shqiptar dhe po t'jenë shqiptar ata të 140 që janë atë që asnjëri nga ata s'është me gjak shqiptar, se po t'ishin me gjak shqiptar, nuk lejonin këtë përbindës të bëj këto që bën, nuk miratonin ato vendimet. Ja. Dhe vetëm zgjidhje mbetet rruga e revolucionit. Dhe prandaj e dëgjoni për ditë fjalën revolucion. E shikoni që thuhet atje Adheu nuk është pronë që shitet. Të tëra parullat atje janë në funksion të asaj që thash unë. Kështu që zgjidhja është vetëm protesta, dhuna, deri në dhunë, deri në kryengritje të armatosur. Kjo është zgjidhja për ti kur ai nëse nuk ikën vetë. Avokat, ditën e djeshme u pa që pjesë e protestës ishin dhe të rinjtë e FRPD-s, disa deputet të PD-s. Besoni që Partia Demokratike po tenton që të bashkohet me protestën dhe sa mund t'ja dalë? Njerë, ata erdhen dhe si qasi njeri. Se afroj njeri. Dhe nuk kujtoj njeri të duken aty. Sepse ata mbajnë në krye një Edi Rama, më Edi Rama se Edi Rama që quhet Sali Berisha. Pra ata të mos vinë më aty. Se ata vinë aty për të rrëmbyer kauzën e revolucionit që ka nisur dhe për ta trajtuar dhe për ta komanduar dhe për ta kanalizuar atje ku duan ata të mbrojnë pronat e Sali Berishës. Të mbrojnë prishjen e Pallatit Kongreseve që ta ndërtoi Biri Saliu në 154 sa do e bëj. Pra të vinë ata zotëri. Pra ndaj të qërohen aty të mos vijë asnjë, po va them shqip troç fare, asnjë të mos vijë aty, se ata mbajnë në krye një armik të betuar të Komitet të Popullit Shqiptar, që quhet Sali Berisha, dhe të mos duken aty se do kenë probleme po erdhen prapë. Avokat, ajo çfarë po themi ka pasur mjaft debate ka qenë dhe reagimi i zotit Rama ndaj protestuesve në mënyrë po themi ashtu siç ai e bën përgjithsisht duke imituar, duke ironizuar. Besoni që kjo lëvizje do shtrihet
më shumë dhe do zgjerohet më shumë me pjesëmarrje, qoftë edhe jashtë shtetit nëpër vendet ku ka shqiptar? Shpresoj që të vinë emigrantët nga bota si që erdhën emigrantët kosovarë në 1999 që çliruan Kosovën, atë shpresoj dhe unë që të vinë emigrantët shqiptarë nga gjithë bota dhe të çlirojnë Shqipërinë nga kjo klik armike, banditeske, hajdute, kriminale që ka zaptuar kuvendin e Shqipërisë. Këtë shpresoj dhe këtë besoj. Ose më bë kjo, Shqipëria është e mbaruar. Avokat Rama ka deklaruar që pas këtyre protestave fshihet Greqia, Irani, Serbia, vende që nuk na duan të Jo, ka gabim. Fshihet Kristaqi, fshihet Spiro Koleka, fshihet Enver Hoxha, fshihet Mehmet Shehu, fshihet Beqir Balluku, ti them unë kush fshihet. Jo, mor jo. Janë vetë komunistët shqiptarë që duan me çdo kusht të mbajnë pushtetin. Ka gjë shqiptarët e kanë kuptuar tashmë. I doli boja kësaj pune, e din mirë. Ai mbron pushtetin që ala Ramizalia me testament, do mbrojnë pushtetin, do ta mbajmë neve gjithmonë. Dhe atë po bëjnë. Ndaj do përmysen me dhunë. Po përfshirjen e partive të reja, si e keni parë në këtë protestë? Si janë parti ato janë parti që ato lemrat. Sa avokat parti që ishte Arlin Qorri që ishte në Zvërnec, që ishte i pari që pati përplasjen në Zvërnec me protestuesit. Edhe një, të tëra këto parti, nuk u thash këtë parti qka dhe nuk e thash në kuptimin, si që thot ai Zagari Edi Rama, po e thash në kuptimin praktik të fjalës, janë pjell e partisë punës, të tëra, pa përjashtim. Pa përjashtim. Po, çfarë ose më sa kush do shpëtoj Shqipërinë, qofse partitë e reja jo, qofse PD-ja jo, qofse PS-ja jo. A kemi ndonjë alternativë? Po, si s'ka, ka. Qeveri teknike, përgatitje e vendit për zgjedhje, ndryshimi kodit zgjedhor. Kush do të drejtoj qeverinë teknike, avokat? Urdhë? Kush do të drejtoj qeverinë teknike? Të hap rrugën ai e shifet i krijohet apo s'krijohet? Hap rrugën, të ndryshoj kodin zgjedhor, edhe shifet i bëhet apo s'bëhet. Se gati është në fakt që ta dinë shqiptarët, gati është ngritja e qeverisë teknike. Thjesht ka zënë po mbat pushtetin me zor ai dhe ne dhe shqiptarët tani presin ç'do bëhet. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. E pas kënaqësinë me ty, e pas sot po. Avokat, intervista, bashkëbisedimi, këtu si jemi vetëm që të flasësh ti dhe të dëgjojmë ne, këtu jemi edhe të përplasim mendimet, këtu jemi edhe të bëjmë pyetjet. A kupton se avokat, mendimi im është që s'mund të jemi kundër një, po themi, politike arrogante duke tentuar që edhe ne të imponojmë mendimin tjetrin, kupton? Kështu që kjo është intervistë. Qofse do ta bësh stand-up, e bëjmë stand-up. Qofse do ta flasësh vetëm ti, të bëj pyetjet, unë flit vetëm ti. Por e mira e shqiptarëve është që njerëzit bisedojnë dhe ballafaqojnë mendime. Ti ke mendimin tënd, unë bëj një pyetje më shumë, ti jep një përgjigje më shumë dhe sqarohemi, kupton? Kështu që mos i merr gjërat. Gjëra kardinale nuk ka vend për dialog. Avokat, ti mendon ashtu, ka njerëz që mendojnë ndryshe nga ti. Kjo nuk do thotë se ti nuk do thotë se ti duhet të imponosh mendimin tënd. Kupton? Se ka njerëz që ka njerëz që nuk mendojnë si ti. Çfarë ty bëjmë atyre? Ti nxjerrim nga Shqipëria. Ata që s'mendojnë si unë, të bashkohen me Izraelin, të vënë ca tela tjera me gjëmba. Po nuk është kjo zgjidhja më. Ka njerëz që s'mendojnë si ti dhe s'janë me Izraelin. Ç'a t'ju bëjmë? Ka prandaj mendimi është i mirë që ti jetë sa më i gjerë, ke mendime ndryshme dhe të respektojmë njëri tjetrin. Po. Mirë, po të se mos heq asnjë presë nga ato që thash. Avokat, unë s'heq asnjë presë, asnjë pikë. Çfarë ke thonë e ke aty. Bravo. Kështu që thësh se